Hetimet e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku kanë marrë një kthes interesante, duke u fokusuar fillimisht te personat që kishin aksesin më të afërt në jetën e saj private. Burime nga organi i akuzës bëjnë me dije se ndër personat e parë që janë thirrur për të dëshmuar në ambientet e SPAK janë pastrueset e shtëpisë dhe shoferi personal i ish-ministres. Ky hap procedurial synon të zbardhë detajet e nëmësishme mbi banesat e saj, mënyrën e jetesës dhe lëvizjet e përditshme, të cilat do të shërbejnë si element kyç për verifikimin e pasurisë dhe aktiviteteve të saj në funksion të dyshimeve për abuzime. Aksioni i SPAK nuk është ndalur vetëm të dëshmit, pasi me urdhër të prokurorëve janë ushtruar kontrolle të imtësishme në një sër zyrash, banesash dhe vilash luksoze në jug të vendit, si dhe në ambiente të kompanive të ndryshme. Si rrjedhojë e këtyre kontrolleve, një numër i madh personash të lidhur me ish-zyrtaren e lartë janë thirrur për të dhënë shpjegime të hollësishme. Mes tyre spikat Viola Haxhiademi, aktualisht drejtoreshe kesh dhe ish-sekretare e përgjithshme, si dhe Laureta Omeri, ish-këshilltare dhe bashkëpunëtore tejet e ngushtë e Ballukut, të cilat janë konsideruar si pika kyçe për të kuptuar vendimarrjet brenda dikasterit që ajo drejtonte. Rrethi i personave nën vëzhgim është zgjeruar edhe me përfaqësues të botës së biznesit, të cilët kanë pasur marrëdhënie kontraktuale me Ministrinë e Infrastrukturës. Arber Abazi është pyetur specifikisht për 2 procedura prokurimi, ndërsa Kujtim Hasa nga kompania Rruga Ura u ka dorëzuar hetuesve të BKH-s pajisje kompjuterike që pritet të shërbejnë si prova materiale. I gjithë ky proces hetimor lidhet me dyshimet për abuzime në tender amadhor, siç janë ndërtimi i tunelit të Logarës dhe lotet e Unazës së Madhe, ku hetuesit po tentojnë të gjejnë lidhjet mes pasurive të padeklaruara dhe përfitimeve të mundshme nga abuzimi me postin publik.